Nga e mërkura e ardhshme, sindikatat në protesta kërkojnë që paga minimale të jetë 600 euro. Gjykatësi i apelit Gjoko Ristov ishte në hetim nga prokuroria prej një viti. Ndryshimet e ligjit për udhëheqjes së lartë parashikojnë që të mos ketë më funksione të përjetshme dhe pozita të paprekshme. Qytetarët i gëzohen borës, kërkojnë që komunat të veprojnë më shpejt. Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se takohemi në lajmet orës 15:55. Sindikatat dhe sindikalistët të mërkurën e ardhshme do të protestojnë sërish për të kërkuar rritjen e pagës minimale. Kreu i sindikatës Slobodan Trendafilov tha se Maqedonia e Veriut ka pagën minimale më të ulët në rajon, ndërsa theksoi se paga në vend duhet të bëhet 600 euro. E mërkura e ardhshme punonjësit dhe sindikalistët do t'i gjejnë në rrugë, duke protestuar dhe duke kërkuar rritjen e pagës minimale në 600 euro. Kreu i sindikatës Slobodan Trendafilov tha se Maqedonia e Veriut ka pagën minimale më të ulët në rajon dhe se paga aktuale nuk garanton një standard dinjitos jetese. Ai njoftoi se protesta do të fillojnë nga kuvendi, do të vazhdoj para odës ekonomike dhe do të përfundoj para qeverisë. Istata vlada koja godina i pol. Qeveria për më tepër se një vit hoqi dorë nga punëtorët, qeveria njëjtë që u tha punëtorëve të ulen dhe të merren vesh me punëdhënësit, qeveria e cila i sulmon punonjësit vetëm e vetëm për të mos u arritur pagën minimale, qeveria e cila nuk ndihmoi punëtorët sepse nuk e rriti pagën minimale, është kjo qeveria e cila menaxhon klasën punëtore më të varfër në Europë, po edhe shtet më të varfër. Shtoi se qeveria është kundër rritjes së pagave të punonjësve, por ka rritur për mbi 70% pagat e zyrtarëve. Potencoi se mungesa e vullnetit për të rritur pagat ka bërë që numri i madh i punonjësve të ikin nga Maqedonia. Targetirani blokadin. Do të bllokojmë edhe institucione, do të bllokojmë lokacionet e caktuara që edhe ata të ndihen siç ndihemi ne. Na bllokojmë për një vit, do t'i bllokojmë edhe ne, më pas vazhdojmë me grevë gjenerale në sektorin publik edhe privat. Sindikatat ftojnë të gjithë punëtorët për grevën 24 orëshe, të gjithë do të jenë të mbrojtur dhe nuk do të mund të përjashtohen nga puna, të gjithë do të kenë mundësi që atë ditë të mos punojnë dhe do të kenë mundësi të protestojnë. Mes tjera, sindikatat njoftuan se do të nisin mbledhjen e 10.000 nënshkrimeve për të propozuar ndryshime ligjore me të cilat kërkojnë uljen e pagave të funksionarëve për 78% dhe rritjen e pagës minimale në 600 euro, si dhe rritjen proporcionale të gjitha pagave të tjera. Endi shtetërori i statistikave njoftoi se paga mesatare neto në muajin nëntor arriti në 45.961 denar. Në nëntor 2025, krahasuar me nëntorin 2024, paga mesatare neto mujore e paguar për punonjës ishte më e lartë për 9.4%. Siç njoftojnë nga enti i statistikave, kjo rritje i detyrohet kryesisht rritjes së pagës mesatare neto mujore të paguar për punonjës në sektorët, aktivitete administrative dhe mbështetëse të shërbimeve me 16.5%, aktivitete shëndetësore dhe të mbrojtjes sociale me 11.1% dhe tregtime shumicë dhe pakicë, riparimi automjeteve dhe motocikletave me 10.9%. Hetimet për rastin e gjykatësit të dyshuar të apelit Gjoko Ristov kanë zgjatur pothuajse një vit. Megjithatë, dosja ka nisur të bëhet më konkrete kur ka nisur të dalin fakte gjatë hetimeve që po bëheshin për lëndën e ish avokatit të shtetit Fehmi Stafa. Prokuroria Themelore Publike për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit ka dhënë detaje të reja për rastin e gjykatësit të dyshuar të apelit në shtëpinë e prindërve të cilit u gjetën 350.000 euro në brifingun e sotëm me gazetar. Prokuroria e Lëndësisë Krah Haxhi Vasileva u shpreh se hetimet për këtë rast kanë zgjatur pothuajse një vit. Megjithatë, konturet më serioze të rastit, siç tha ajo, filluan me lëndën e ish avokatit të shtetit Fehmi Stafa. Ndërkaq thekson se prokuroria nuk vërteton dot se parat e rastit të Stafas kanë përfunduar tek gjykatësi Ristov.
Nuk ka prova konkrete që gjyqtari ka marrë këto para. Femi Stafës nuk ju vum kur masat e veçanta hetuese. Ka dëshmi të tjera, do të shohim se çfarë do të sjell hetimi. Gjoko Ristov nuk ju vum kur masat e veçanta hetuese. Kontrollet financiare dhe një hetim financiar janë duke vazhduar. Po ashtu prokuroria sqaroi edhe procesin e bastisjes në shtëpinë e prindërve të gjykatësit Gjoko Ristov dhe gjetjen e parave, dhe shtoi se ato nuk u gjetën për herë të parë, por në bastisjen e dytë. Mëtej tha se shumica e banknotave ishin 500 euroshe. U vërej qimento më e freskët, kur u pyetën a kanë bërë ndonjë ndërtim së fundmi, ata u përgjigjen jo. Pllaka të ndryshme që nuk përputheshin dhe ishin të thyera. U munduam në mënyrë sa më elegante të ndërhynim, u paraqit një grup, grupa u zgjerua dhe filluan të binin para. Për deklaratën e prindërve të gjykatësit të dhënë një ditë më parë se paratë e gjetura në shtëpinë e tyre janë të fituara nga bujqësia, prokuroria tha se nuk e ka bindur kjo deklaratë e tyre. Deklarata e prindërve se parat janë të tyre nuk më bindje, as nuk më duket e besueshme. Mbrojtja se janë nga prindërit ose nga bujqësia nuk më bind. Më shumë detaje për këtë rast nga prokuroria thanë se do të japin pasi të formojnë aktakuzën. Ministri i Administratës Publike Goran Minqev, duke prezantuar projekt ligjin për drejtuesit e lartë të organeve të administratës shtetërore dhe fondeve, tha se nuk ka më funksionet të përjetshme dhe pozita të paprekshme. Bordet drejtuese reduktohen në 3 antar, ndërsa statusi ushtrues dhe tyre kufizohet vetëm për raste shumë të veçanta. Në debatin publik për projekt ligjin, Minqev theksoi se me zgjidhjen e parashikuar për herë të parë vendoset një kornize vetme dhe koherente për rregullimin e funksioneve më të larta drejtuese shtetërore. Kush, si dhe në çfarë kushtesh i udhëheq institucionet kyçe. Sipas tij, parimi i meritës bëhet rregull, jo përjashtim. Ai që drejton do të duhet të di, të jetë i aftë dhe të mbajë përgjegjësi. Zgjidhja ligjore parashikon procedurë transparente për emërimin e funksionarëve të lartë drejtues, si dhe rregullon qartë mandatet dhe kufizon zgjedhjen. Pozita nuk është më titull, por përgjegjësi. Drejtuesit do të kenë obligim të qartë për të dhënë rezultate, theksoi Minqev. Projekt ligji për drejtuesit e lartë organeve të administratës shtetërore dhe fondeve që nga 31 dhjetori është në regjistrin elektronik nacional. Tash e disa muaj ka mungesë të ilaçit faktor 8, i cili është shumë i rëndësishëm për terapinë për sëmundjen e hemofilisë. Gjatë seancës së pyetje përgjigjeve në kuvent, ka pasur akuza për lëshime serioze në procedurat e furnizimit të këtij ilaçi. Për shkak të ndërprerjes së kontratës me furnizuesit është kufizuar edhe doza që u jepet pacientëve. Pacientët me hemofili tashmë disa muaj përballen me vonesat e ilaçit faktor 8, që është një ilaç shumë i rëndësishëm për trajtimin e kësaj sëmundje të rrallë të gjakut, ndërsa për këtë problematikë ka alarmuar sot edhe deputetja e Partisë Levica Jovana Mojsoska gjatë seancës parlamentare për pyetje të deputetëve të opozitës. Ajo ka akuzuar për lëshime serioze në procedurat e furnizimit të këtij ilaçi, i cili është i një rëndësie kyçe për personat me hemofili A, ndërkaq për shkak të ndërprerjes së kontratës me furnizuesit është kufizuar doza që u jepet pacientëve. Ajo ka pyetur ministren e shëndetësisë se kujt do t'i takojë përgjegjësia nëse gjendja shëndetësore e këtyre pacientëve përkeqësohet, sepse janë të detyruar të qëndrojnë shtrirë në shtrat për shkak të, siç u shpreh ajo, skemave të tenderëve të drejtorëve tuaj. Këto restriksione i lidhin pacientët pas shtratit dhe seriozisht rrezikojnë gjendjen e tyre shëndetësore, dhe nuk bëhet fjalë vetëm për një pacient. Shëndeti i të cilit është seriozisht i rrezikuar për shkak të papërgjegjshmërisë dhe pakujdesisë së personave përgjegjës në institucionet. Besoj se do të pajtoheni me mua se edhe nëse bëhet fjalë vetëm për një jetë dhe një pacient, shteti është i detyruar të sigurojë një jetë dinjitoze, e jo një jetë e lidhur pas shtratit për shkak të procedurave burokratike apo ndoshta negociatave për komisione nga tenderët. Ndërkaq zëvendës ministri i shëndetësisë Jovica Andovski ju përgjigj Mojsoskës duke thënë se sot apo më së voni nesër do shpallet tenderi për furnizimin e faktorit 8. Ai tha se nuk ka skema shtenderuese, por çështja është shumë e thjeshtë.
Bëhet fjalë për një furnizues që e ka fituar tenderin dhe është obliguar të dorëzojë një sasi të caktuar. Këtë sasi brenda afatit të vlefshëm të kontratës nuk ka arritur ta dorëzojë dhe për këtë arsye kontrata është ndërprerë së pari, ndërkohë shërbimet profesionale dhe ekspertët profesorët konstatuan se ekziston një ilaç zëvendësues dhe ne kemi siguruar atë dhe ua ofrojmë pacientëve së dyti, ndërkohë është rënë dakord për një donacion të njëjtit ilaç i cili pritet të arrijë deri në fund të kësaj jave. Sipas Mojsoskës, një pacient me hemofili A për të funksionuar normalisht duhet të marrë 30.000 njësi të faktorit 8 çdo muaj, por që nga maji i vitit të kaluar për shkak të ndërprerjes së tenderit janë vendosur restriksione për këtë ilaç, kështu që pacienti në vend të 30.000 njësive të nevojshme merr vetëm 5.000 njësi në muaj. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon që Komuna e Çajirit t'i paguajë 850 administratorët që u angazhuan në zgjedhjet lokale. Nga partia thonë se nuk do të heshtin dhe do t'i përdorin të gjitha mjetet politike dhe institucionale për ta detyruar Komunën e Çajirit të zbatojë ligjin. Bashkimi Demokratik për Integrim ka vazhduar me akuza ndaj Komunës së Çajirit. BDI shpreh shqetësimin e thellë lidhur me mospagesën e rreth 850 administratorëve dhe anëtarëve të organeve zgjedhore të angazhuar në zgjedhjet lokale në Komunën e Çajirit. Bujar Sopa nga BDI theksoi se sipas kodit zgjedhor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Komuna e Çajirit ka detyrimin ligjor t'i paguajë këta persona, ndërsa deri tani ai tha se kanë kaluar gati 3 muaj nga përfundimi i zgjedhjeve dhe pagesat nuk janë realizuar. Mjetet për këtë qëllim ishin të planifikuara në buxhetin e vitit 2025, por Komuna e Çajirit ka dështuar t'i realizojë. Kjo përbën papërgjegjësi të rënd politike dhe dështim serioz në menaxhimin e financave publike. Ai theksoi se komunat që janë në gjendje shumë më të rëndë financiare se Çajiri kanë arritur të përmbushin obligimet ndaj komisioneve të tyre zgjedhore, ndërsa njerëzit që punuan për zgjedhjet në Çajir ende nuk e dinë se kur dhe as nëse do t'i marrin parat e tyre. BDI kërkon pagesë të menjëhershme për të gjithë anëtarët e organeve zgjedhore, llogaridhënie nga udhëheqësia e Komunës së Çajirit dhe respektim të ligjit dhe dinjitetit të atyre që shërbejnë në procesin zgjedhor. Sopa tha se BDI nuk do të heqë përballë kësaj, siç e quan ai, padrejësie dhe se tha se do të përdorë çdo mjet politik dhe institucional për ta detyruar Komunën e Çajirit të zbatojë ligjin. Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se në 2 ditët e fundit kanë shqiptuar gjithsej 1026 gjoba. 150 shkelje kanë të bëjnë me mos respektimin e shpejtësisë së lejuar. 5 persona janë privuar nga liria për drejtim të rrezikshëm të automjetit në ndikimin e alkoolit. Gjatë 2 ditëve të fundit, policia ka shqiptuar 1026 gjoba. Ministria e Punëve të Brendshme njoftoi se 150 shkelje kanë të bëjnë me mos respektimin e shpejtësisë së lejuar. Sipas MPB-s, 5 persona janë privuar nga liria për drejtim të rrezikshëm të automjetit në ndikimin e alkoolit. Nga të dhënat statistikore të aktiviteteve policore rezulton se gjatë kësaj periudhe janë evidentuar 199 shkelje për parkim të parregullt, ndërsa ndaj 116 drejtuesve të automjeteve është marrë mas për drejtim të automjetit pa leje drejtimi dhe 16 sanksione për drejtim të automjetit në ndikimin e alkoolit. Në përputhje me ligjin për sigurinë e trafikut rrugor, MPB informoi se janë sanksionuar edhe 3 drejtues motocikletash për mosmbajtje të helmetes mbrojtëse, si dhe 33 këmbësor. Gjithashtu, 93 pjesëmarrës në trafik janë dëshkuar për mospërdorim të rripit të sigurimit. Sipas ligjit për automjete, 15 automjete janë larguar nga qarkullimi për shkak se ishin të paregjistruara, ndërsa 6 automjete për shkak të defekteve teknike. Janë sanksionuar edhe 6 drejtues automjetesh për mos respektim të kushteve ligjore lidhur me errësimin e xhamave. Pas një kohe të gjatë, qytetarët në Shkup janë gëzuar borës, por me rreshtet kanë ardhur edhe problemet. Janë shtuar aksidentet në komunikacion, ndërsa autoritetet po bëjnë thirrje qytetarëve që të vozisin me kujdes dhe të bartin pajisjet dimrore. Bora e parë sot zbardhi Shkupin, ku qyteti u zgjua me një pamje mahnitse. Ndërkaq, bora ka mbuluar edhe rrugët, ku në këtë mënyrë ka ngadalësuar komunikacionin dhe për këtë arsye, ekipet komunale janë në terren për të marrë masa. Autoritetet u bëjnë thirrje të gjithë drejtuesve të makinave për kujdes të shtuar, ndërsa ju kujtojmë që të ecni me kujdes që hapat tuaj të përfundojnë në shtëpi dhe jo në urgjencë.
Ndërka që me rënjën e borës së parë nga Ministria e Transportit informojnë se të gjitha rrugët shtetërore janë të kalueshme dhe të sigurta për trafik. Ata thonë se trafiku po rrjedh pa probleme, por për shkak të rreshjeve të borës rekomandohet drejtim i kujdesshëm. Ata informuan se në bashkëpunim me NP për rrugët shtetërore dhe Ministrinë e Transportit po kryhen aktivitete të koordinuara për të siguruar rrjedhë të qetë dhe të sigurt në trafik. Përveç menaxhimit të kujdesshëm dhe të ndërgjegjshëm të automjeteve, rekomandohet përdorimi i detyrueshëm i pajisjeve dimërore, respektimi i sinjalistikës së vendosur të trafikut dhe shpejtësia rregulluar sipas kushteve të rrugëve. Edhe nga qyteti i Shkupit, thonë se po marrin të gjitha masat e nevojshme për të siguruar rrjedhë të sigurt dhe të pandërprerë të trafikut. Kryetari i qytetit të Shkupit, Orce Gjorgjevski, deklaroi se siguria e qytetarëve është përparësia e tyre. Bora nuk është surprizë në dimër, përgatitja është detyrimi ynë. Ekipet e qytetit të Shkupit kanë qenë në terren që nga orët e para të mëngjesit dhe po punojnë intensivisht për pastrimin e borës nga rrugët dhe bulevardet në jurisdiksionin e qytetit. Nga ana tjetër, LSDM kundërshton ashpër duke thënë se institucionet nuk po funksionojnë. Fotot nga shembja në Shkup dhe gjithkrah në vend tregojnë se trafiku është i pasigurt. Qytetarët kanë mbetur vetëm, por kryetarët e komunave dhe zyrtarët e VMRO-s po fërkojnë duart. Tenderët për pastrimin e borës janë një nga të preferuarit e VMRO-s. Mëtej, ata shtojnë duke thënë se është e vështirë të gjesh krip, kështu që ata mbeten të numërojnë parat që vodhen nga qytetarët. Qytetarët kërkojnë që komunat të veprojnë më shpejt dhe të pastrojnë borën. Sipas tyre, 5 cm borë e paralizoi kryeqytetin në orët e para të mëngjesit. Bora e parë këtij sezoni ka zbardhur sot Shkupin, duke sjell atmosferë dimërore, por edhe vështirësi në qarkullim dhe lëvizje për qytetarët, që në orët e hershme të mëngjesit rrugët dhe trotuaret u mbuluan nga shtresa e borës, ndërsa temperaturat e ulta shtuan rrezikun e rreshqitjeve. Qytetarët kërkojnë që komunat të veprojnë më shpejt, pasi sipas tyre vetëm 5 cm borë paralizuan kryeqytetin. 5 cm borë e paralizoi qytetin. Tash mirë është, qytetarët të gjenden ashtu siç dinë vet. Jo, sot mirë është koha, shumë mirë. Tash varet nga kryetarët e komunave. Secili për secilin të mendoj, nuk mundemi ne të garantojmë për ndonjë tjetër. Jo, sot jo. Tash për tash janë të pastruara, sepse nuk ka shumë borë. Gjithashtu qytetarja thekson se mos të lëvizin shumë jashtë, sidomos të moshuarit, që të mos vjen deri tek ndonjë thyerje e gjymtyrave. Nuk kam lëvizur shumë jashtë, prekët në punë, kështu që mendoj se është pastruar, është rregulluar. Tash shifet se është pastruar. Më herët në mëngjes nuk ishte e pastruar. Duheshte që ekipet të dilnin në terren, mos të lëvizin shumë jashtë, sidomos të moshuarit. Kjo është më e rëndësishme, që mos të vinë deri tek ndonjë thyerje e gjymtyreve. Ne që patjetër duhet të shkojmë në punë, do të shkojmë. Tash ti u pastruan, mos i shkri bora pak. Në sabah nuk ishin të pastruar. Edhe s'kishin të pastruar, që mendoj se kërat kanë kaluar të shkojnë punë njerëzit. Edhe janë vanu autobusat për ande pak vështirë. Tash ti pak u koleru bora. Vështirësia është lagështia, atë duhet kujdesem pak më. Megjithse bora i dha Shkupit një pamje dimërore, qytetarët kërkojnë më shumë kujdes dhe reagim më të shpejt nga shërbimet përkatëse, duke apeluar njëkohësisht për kujdes të shtuar në lëvizje derisa kushtet të normalizohen. Në margjinat të forumit ekonomik botror në Davos, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti është takuar me komisionerin e Bashkimit Evropian për zgjerim Marta Kos. Gjatë takimit, siç bëhet e ditur në një njoftim për media të zyrës së Kurtit, u diskutua për progresin ekonomik dhe avancimin demokratik të Kosovës si elemente kyçe në rrugën drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Raporti i vendit i Komisionit Evropian për vitin 2025 dëshmoi se Kosova ka vazhduar progresin e integrimin evropian. Asnjë vend i Ballkanit Perëndimor nuk ka qenë më i përgatitur në momentin e marrjes së statusit të vendit kandidat, andaj edhe progresi demokratik i Kosovës meriton të vlerësohet me këtë status, thuhet në komunikat.
Në takim u diskutua edhe rreth situatës gjeopolitike, planit të rritjes, bashkëpunimit rajonal dhe aktualitetet. Sa i përket bashkëpunimit rajonal, kryeministri Kurti theksoi se Kosova luan rol aktiv dhe konstruktiv dhe mbështet integrimin më të gjerë ekonomik të rajonit bazuar në vlerat dhe standardet e Bashkimit Evropian. Theksohet më tej në njoftim. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka pranuar një ftesë nga presidenti i SBA-s Donald Trump për të u bashkuar me bordin e paqes për Gazën. Njoftoi sot zyra e tij, transmeton Anadolu. Netanyahu e pranoi ftesën dhe do t'i bashkohet grupit si antar i organit të tij më të lartë, i cili do të përfshijë udhëheqjes botëror, tha zyra e kryeministrit në deklaratë. Ftesa e Trumpit erdhi pavarësisht një urdhër arresti të vitit 2024 të lëshuar për Netanyahun nga gjykata ndërkombëtare penale për krime të dyshuara lufte në Gaza. Njoftimi nga zyra e Netanyahut erdhi gjithashtu pak para asaj të paraqitej përsëri para gjykatës qendrore të Tel Avivit me akuza për rishfet, mashtrim dhe shkelje të besimit. Bordi i paqes përshkruhet si një iniciativë udhëhequr nga Trumpi që synon zgjidhjen e konflikteve globale, duke filluar me Gazën. Franca ka bërë thirrje për një stërvitje ushtarake të NATO-s në Grenland dhe tha se është e gatshme të kontribuojë, njoftoi Pallati Elysee. Ndërsa tensionet arriten mes deklaratave të përsëritura të presidentit të SBA-s Donald Trump për marrjen e kontrollit të ishullit arktik. Grenlanda, një territor i veçqeverisës si mbretërisë së Danimarkës, ka tërhequr interesin e Trumpit për shkak të vendodhjes strategjike dhe burimeve të mëdha minerale. Ndërsa Trump refuzoi të përjashtonte përdorimin e forcës për të marrë ishullin dhe postoi imazhe si meme për të mbështetur pretendimin e tij, Danimarka dhe Grenlanda kanë hedhur poshtë propozimet për ta shitur atë. Franca, Danimarka, Suedia dhe Gjermania po rrisin praninë e tyre ushtarake në Grenland përmes ushtrimeve dhe misioneve të zbulimit, ndërsa Trump ka këmbgulur që territori duhet të jetë në duart e SBA-s. Ai ka paralajmëruar tarifa prej 10% për mallrat nga Danimarka, Norvegjia, Suedia, Franca, Gjermania, Mbretëria e Bashkuar, Holanda dhe Finlanda. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte tha sot se mosmarrëveshjet territoriale si ajo e Grenlandës duhet të adresohen në mënyrë miqësore, ndërsa përparësia kryesore për aleancën mbetet Ukraina. Duke folur në një seancë paneli në Forumin Ekonomik Botëror vjetor në Davos, Rutte tha se siguria europiane dhe amerikane varet nga mbështetja e vazhdueshme për Kievin. Lidhur me tensionet e fundit midis Europës dhe SBA-s, Rutte tha se po punon prapas skenave për të zbutur mosmarrëveshjet dhe theksoi se komentet publike mund të pengojnë përpjekjet diplomatike. Fokusi në Ukrainë duhet të jetë përparësia jonë numër 1 dhe më pas mund të diskutojmë për të gjitha çështjet, përfshirë Grenlandën. Por duhet të jetë Ukraina e para sepse është thelbësore për sigurinë tonë europiane dhe amerikane, ka thënë ai. Duke vënë në dukje strukturën e integruar të mbrojtjes së NATO-s, Rutte theksoi se Europa duhet të vazhdojë të forcojë aftësitë e saj përkrah SBA-s dhe se forcat amerikane mbeten shumë të investuara në mbrojtjen europiane. Shikues të nderuar, këtu shënon fundi lajmeve. Ju falenderoj që qëndruat me ne, mirupafshim.